Rikthimi amerikanëve në SPAK, mua më duket se nuk tingëllon ose të paktën nuk është krejt ashtu siç interpretohet. Lajmi ishte shumë entuziast që u rikthye Obdati. Unë pash... Jo, reagimi pastaj jam dakord me ty. Reagimi ishte... Po doni ju a lexoj reagimin se ka? Ka dhe diçka tjetër. Reagimi ishte... Zoti Dumani paraqiti... Ishte një gjë interesante, ta them pastaj. Ja, dakord. Zoti Dumani paraqiti përballë partnerëve perëndimor, evropian dhe amerikan, strategjinë e ndjekjes dhe monitorimit të fushatës elektorale dhe shkeljeve eventuale, dhe kjo gjë ndodhi në ambasadën britanike, e cila është e vetmja që foli në emër të tjerëve, dhe ky spostim në rolin edhe BE-ja duhet flamurtarit, po. Reagim modest, po. Ky lloj spostimi nga Amerika që ne dinim se si fliste në këto raste. E kujtojmë. Ishte... Keni dru me pre. Jo një deklarat, po 5. Po. Tek fakti që flasin o evropian, ose britanik, mua nuk më duket se është rikthyer Amerika. Di pse Sokol? Unë, pa e parë deklaratën e Shtëpisë Bardhë ose departamentit, që të thotë, ne përkrahim drejtësinë e re 1, 2, 3, 4. Ja, po ta lexoj deklaratën. Nuk kot lodhesh sepse e thotë ne përkrahim projekte që shkojnë konform interesave tona si shtet. Sekretari Rubio nisi një rishikim të gjithë ndihmës huaj të SBA-s për të siguruar që programet janë efikase dhe në përputhje me politikën e jashtme në agjendën Amerika e para. Kush janë? Jo, nuk e cakton. Cilat programe? Disa programe që konsiderohen thelbësore për interesat kombëtare të Shtetit Bashkuara kanë rifilluar. Ndërkohë që rishikimi i ndihmës huaj thotë është ndër duke u zhvilluar. Pra, le të themi këtu pasaj kush ka dashur ka lidhur rikthimin e dy zyrtarëve të Obdatit. Përse nuk figuron akronimi në deklaratë? Ja, nuk e vërtet. Jam dakord. Diplomacion. Jo, më jam fal, është diplomatikisht nuk e thot pon. Ore më fal, është shumë e thjeshtë. Sepse ndaj është cinike, është e dhunshme, është e padrejtë, si doni merreni. Ndaj kategorive të gjyqtarëve dhe prokurorëve, administrata e re qeverisit në Washington kanë alergji të thellë madje dhe shumë të shprehur. Kërkon t'i fusë Donald Trump me dorën e vet të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët që e kanë hetuar në fushat, t'i çojnë impeachment.